Si prioritet të pare kemi pa arsimi dhe rinia, përmirësimi i infrastrukturës shkollore dhe digitalizimi i mësimit, e kemi para pa ndërtimin e një kampusi shkollor për eliminimin e problemeve të cilat i ka qyteti i Lipjanit. Platforma programore e qeverisës lokale për 4 vite të ardhshme gjithmonë duke u bazuar në kërkesat, nevojat, problemet, hallat e qytetarëve në bashkëpunim me bisedim me ta, në lagje të ndryshme në pjesë të fshatrave. Kemi arrit me një program i cili është i arritshëm brenda mundësive buxhetore të cilat i ka qyteti jonë edhe duke u bazuar gjithmonë në kompetencat e vetë qeverisës lokale. Ku dihet se qeverisja lokale është porta e parë qytetare për pushtetin dhe demokracinë tonë. A demokraci do ta shpërndajmë bashkërisht në gjithë qytetin edhe në fshatrat, pavarësisht bindjeve politike të njerëzve, ne jemi të përkushtuar që të kemi një Lipjan i cili është në të mirën e përgjithshme. Në kuadër të kësaj, me një grup ekspertësh të fushave të ndryshme, të cilët në një formë apo tjetër kanë dhënë kontributin e tyre për realizimin e këtij programi, i kemi para pa prioritetet tona strategjike. Si prioritet të pare kemi pa arsimi dhe rinia, përmirësimi i infrastrukturës shkollore dhe digitalizimi i mësimit, e kemi para pa ndërtimin e një kampusi shkollor për eliminimin e problemeve të cilat i ka qyteti i Lipjanit, arsim profesional për treguar se punës, vlerësim dhe respekt për arsimtarët, depolitizim të arsimit, mbështetje për aktivitetet rinore, sportive dhe kulturore, bursa për nxënës dhe student me rezultate të larta. Në shëndetësi dhe mirëqenie sociale, pajisje moderne për QKMF dhe ambulanca në fshatra, rritje cilësisë së shërbimeve mjekësore, mbështetje për familje me nevoja dhe persona me aftësi të kufizura apo persona me aftësi ndryshe. Shëndetësi afër qytetarit, kujdes për secilin. Ekonomi dhe punësimi, krijimi i zonave ekonomike dhe mbështetje për bizneset lokale, prona komunale në shërbim të qytetarëve, nxitje për bujqësi moderne dhe proponim të produkteve bujqësore, trajnim profesional për të rinjt dhe gra, turizëm modern dhe atraktiv.